Komandanti I skuadrës kontrollon dhe ndihmon nga afër ushtarët, bën vërejtje për gabimet që vren, tregon mënyrën e eliminimit dhe përgjithëson përvojën pozitive. Mbledh skuadrën, dëgjon mendimin e efektivit për plotësimin e detyrës luftarake dhe jep urdhrin e luftimit në të cilin tregon. Orientuesi. Të dhënat mbi armikun. Detyrën e skuadrës dhe të fqinjve. Detyrat e ushtarëve. Kohën e gatishmërisë. Sinjalet. Vendqëndrimin e tij dhe zëvendësit. Parullën dhe kundërparullën. Kontrollon shkallën e njohjes detyrave nga efektivi dhe pasi bindet se ato janë kuptuar drejt, shpërndan skuadrën në pozicione. Fillojmë me përpunimin e dytë të çështjes së dytë mësimore, lëvizja dhe zënia e vijës së sulmit. Komandanti I skuadrës tregon me element veprimet që kryen me komandën për në vijën e sulmit përpara, duke bërë shpjegimet e nevojshme efektivit. Përsërit dhe njëherë veprimin me shpejtësi dhe kërkon që edhe ushtarët të veprojnë ashtu siç e tregoi. Me efektivin përpunohet dalja e menjëhershme e skuadrës nga baza e nisjes për në vijën e sulmit. Veprimet prapësohen sepse efektivi nuk veproi në mënyrë kompakte, me shpejtësinë dhe shkatësinë e nevojshme. Mbasi sqaron efektivin për shkakun e prapësimit, përsërit veprimet derisa skuadra të veprojë në përshtatje me kërkesat e rregullore së luftimit.
Skuadra nga baza e nisjes në fillim mund të dalë në një shkollon, duke shfryzuar terrenin për të mos u diktuar nga armiku. Efektivi duhet ta njohë terrenin pëllënd për pëllënd, me të gjitha veçoritë e tij dhe t'i përdor ato me mjeshtri e në mënyrë krijuese, si ditën ashtu dhe natën. Ushtari duhet të njohë mirë terrenin e vet, ku do të veprojë, jo vetëm nga reliefi, por sidomos nga ana politike dhe ekonomike. Mjeshtria e shfryzimit të terrenit për veprimin luftarak është kusht i domosdoshëm për të arritur suksesin në luftim. Të gjitha dënat për terrenin, ushtari duhet t'i përfitojë gjatë mësimit.